Rrugët e lagura të qytetit ruanin një sekret që ai kur nuk e kishte imagjinuar se do ta gjente sërish. Në një çast mes shiut dhe kaosit, ai pa 3 fytyra të vogla identike me të tijën dhe një grua që ikte me frikë në sy. Çdo hap drejt së vërtetës nxirrte në dritë gënjeshtra të varrosura nga vetë familja e tij. Por tani, përballë së kaluarës që u kthye me forcë, ai do të bëjë gjithçka për të rifituar atë që ju vodh, dashurinë dhe vajzat e tij. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni, duke vazhduar. Shiu binte me rrëmbim mbi Tiranë atë natë të enjte. Duke i shndërruar rrugët e bllokut në pasqyra të hirta që reflektonin dritat e ndërtesave të korporatave. Brenda një Audi të zi, Arjan Berisha vëzhgonte trafikun e bllokuar me të njëjtën shprehje boshe si gjithmonë, kravata e rregulluar në mënyrë perfekte, kostumi italian pa asnjë rrudh, akrepat e orës zvicerane që shënonin 11 të natës. Edhe një ditë tjetër si 2000 ditët e fundit. Edhe një natë tjetër duke u kthyer i vetëm në apartamentin Papafingo që kur nuk ju duk si një shtëpi e vërtetë. Shoferi, zoti Gëzim, një burr 60 vjeçar që punonte për familjen Berisha prej më shumë se 3 dekadash, ngiste makinën në heshtje plot respekt. E njihte shumë mirë atë heshtje të shefit, atë mënyrë të shikuarit jashtë pa parë vërtet asgjë, sikur të ishte gjithmonë duke kërkuar diçka që nuk e gjente dot kurrë. Arjani ishte 34 vjeç, ishte drejtor ekzekutiv i grupit Berisha, një konglomerat financiar që lëvizte miliarda, por zoti Gëzim gjithmonë kishte menduar se ai djalë mbante mbi supe një peshë që asnjë sasi parash nuk mund ta lehtësonte. 6 vjet. Kishin kaluar saktësisht 6 vjet që nga ajo mëngjes kur Arjani u zgjua dhe gjeti vetëm një letër mbi komodin. Pak fjalë, shkrim i dridhur, asnjë shpjegim i vërtetë. Marina ishte zhdukur nga jeta e tij sikur të mos kishte ekzistuar kurrë, duke marrë me vete të gjitha planet që kishin bërë, apartamentin që po e mobilonin bashkë, fustanin e nusërisë që ajo e kishte zgjedhur me aq kujdes. Mbeti vetëm dhimbja dhe, me kalimin e kohës, Arjani e shndërroi këtë dhimbje në diçka të dobishme, në punë obsesive, në shifra, tabela, mbledhje që zgjasnin deri në agim. E shndërroi braktisjen në një ftohtësi të kalkuluar. I ati, Armand Berisha, gjithmonë kishte thënë se ajo lidhje ishte një shpërqendrim i rrezikshëm. Marina ishte shumë e thjeshtë, vinte nga një familje pa rëndësi shoqërore, punonte si mësuese arti në një shkollë publike në kombinat. Për patriarkun, ajo përfaqësonte gjithçka që një trashëgimtar nuk duhej të dëshironte, gjithçka që mund të dobësonte perandorinë e ndërtuar me aq sakrifica. Kur Marina u zhduk, Armandi nuk i tha kur fjalët me zë të lartë, por Arjani e ndjeu lehtësimin diskret të atit, atë mënyrën e tij për ta prekur temën si dikush që heq një gjem të bezdisshëm. Me kalimin e kohës, Arjani ndaloi së foluri për Marinën. Ndaloi së kërkuari për të. Ndaloi së ndjeri ose të paktën bëri sikur kishte ndaluar. Makina ngadalsoi shpejtësinë teksa kalonte nëpër një zonë më pak të lëvizshme, pranë zogut të zi. Shiu tani binte me më shumë intensitet, duke trokitur në çatinë e automjetit si gishta të paduruar. Ishte atëherë që Arjani pa, përmes xhamit të avulluar, një skenjë që ja bëri zemrën të rrite në një mënyrë që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Në trotuar, e mbrojtur në mënyrë të pasigurt nga një mushama plastike blu e lidhur mes 2 shtyllave, ishte një grua e përqafuar me 3 vajza të vogla. Fëmijët që dukeshin të ishin mes 5 dhe 6 vjeç, ishin mbledhur kruspull pranë trupit të nënës, me rroba të thjeshta dhe të lagura, fytyrat e tyre të vogla të fshehura në gjoksin e saj. Gruaja i kishte flokët gështenjë të ngjitur në fytyrë nga shiu, supet e kërrusura në një pozicion mbrojtës, sikur trupi i saj të ishte e vetmja pengesë mes bijave të saj dhe botës. Arjani ndjeu diçka të çuditshme t'i shtrëngonte gjoksin. Pa menduar, pa kalkuluar, bëri diçka që nuk e bënte prej shumë kohësh. Veproi nga impulsi. I kërkoi zotit Gëzim të ndalonte makinën. Shoferi ju bind, i habitur, duke parkuar disa metra më përpara. Arjani zbriti nga automjeti, shiuja lagu menjëherë kostumin e shtrenjtë dhe eci prapa drejt trotuarit ku gruaja dhe vajzat mbroheshin. Çdo hap dukej se peshonte një ton. Diçka në atë skenë e tërhiqte me një forcë të pashpjegueshme, sikur një pjesë e fjetur e tij të njihte diçka përpara se mendja e tij e ndërgjegjshme ta përpunonte. Kur u afrua, vajzat ngritën fytyrat e tyre të vogla të frikësuara. Ishin 3 njake, identike në çdo detaj, me të njëjtët sy bajame, të njëjtat vetulla të harkuara, të njëjtën formë fytyre. Arjani ndjeu tokën të ikte nga këmbët. Ata sy. Ajo formë fytyre.
Ishte sikur po shihte 3 versione në miniatur të vetes. Përpara se të mund ta përpunonte plotësisht tronditjen, gruaja ngriti kokën dhe bota e Arianit ndaloi së rrotulluari. Marina. Fytyra e saj ishte më e dobët, e shënuar nga koha dhe vuajtja, por ishte padyshim ajo. Të njëjtët sy të gjelbër që e kishin bërë të besonte në dashurinë e vërtetë, e njëjta gojë që e kishte puthur 1000 herë, duke i premtuar një të ardhme që nuk erdhi kurrë. Për një sekond të pafund, ata vetëm u pan, shiu binte mes tyre si një perde e lëngshme që ndante dy boll. Ariani pa në sytë e saj diçka që e preu më thellë se çdo braktisje, frikë të pastër. Jo habin e ritakimit, jo gëzimin, jo turpin. Vetëm frikë. Marina i tërhoqi vajzat me forcë, duke u ngritur befas. Fëmijët protestuan, të hutuara, por ajo nuk ua lëshoi kyçet e duarve. Filloi të ecte shpejt nëpër trotuar, gati duke vrapuar, duke shikuar prapa sikur po ikte nga një rrezik vdekjeprurës. Ariani u përpoq ta ndiqte, u përpoq ta thërriste në emër, por zëri i doli i dobët, i mbytur nga zhurma e shiut dhe e trafikut. Pa Marinën dhe 3 vajzat të kthenin një qoshe, duke u zhdukur në turmën që strehoi nën strehet e dyqaneve dhe stacionet e autobusëve. U përpoq të vraponte, por këmbët e tij prej ekzekutivi me këpucë italiane rrëshitën në trotuarin e lagur. Kur më në fund arriti në qoshe, ato ishin zhdukur plotësisht, të gëlltitura nga nata dhe shiu i qytetit të madh. Zoti gëzim u shfaq pranë tij, duke mbajtur një çadër, por Ariani as nuk e vuri re. Qëndronte aty duke u dridhur, jo nga i ftohti, por nga tronditja. Në tokën e lagur, gjysmë i fshehur në një karton të qullur, pa një batanie fëmijësh me ngjyra, me vizatime yjesh dhe hënash. E mori copën e lagur me duar të dridhura, duke ndjer peshën e saj, realitetin e saj. Nuk kishte qenë një halucinacion. Marina ishte gjallë. Marina ishte në Tiranë. Dhe Marina kishte 3 vajza që ishin padyshim të tija. Rruga e kthimit për në makinë ishte e mjegull. Zoti gëzim nga u makinën deri në apartament pa bërë pyetje, por Ariani e ndjente vështrimin e shqetësuar të shoferit të vjetër nga pasqyra. Kur më në fund arriti në papafingon luksoze në zonën e liçenit me mobiljet e saj të dizajnit dhe pamjen panoramike të qytetit të ndriçuar, Ariani nuk mundi të bënte asgjë tjetër veç se të ulej në dyshemen e sallonit, ende me kostumin e lagur, duke mbajtur batanien e fëmijëve në gjoks. Lotët erdhën pa leje, duke thyer digën 6 vjeçare të ftohtësisë së detyruar. Qau për Marinën që kishte dashur, për Marinën që e kishte braktisur, për Marinën që sapo kishte ikur prej tij sikur ai të ishte një përbindësh. Qau për 3 vajzat identike që ishin bijat e tij dhe që ai nuk i kishte njohur kurrë. Qau për burrin që ishte bërë, aq i ashpër dhe aq bosh sa nuk e njihte më as veten. E kaloi gjithë natën zgjuar, ulur në atë sallon të madh e të ftohtë, duke rijetuar çdo moment të takimit. Vajzat kishin sytë e tij, formën e fytyrës së tij. Edhe mënyrën e rrodhjes së vetullave kur u friksuan ishte e njëjtë me të tijën. Si kishte arritur Marina të fshihte një shtatzëni me trenjake? Ku kishte qenë gjatë gjithë këtyre viteve? Pse kishte ikur prej tij atë natë, 6 vjet më parë, duke lënë vetëm një letër të paqartë se nuk mund të vazhdonte, se ai meritonte diçka më të mirë? Dhe pse, kur më në fund u ritakuan, ajo kishte vrapuar sikur ai të ishte një kërcënim? Kur dielli filloi të linte, duke pikturuar qiellin e Tiranës me nuanca rozë dhe portokalli, Ariani mori një vendim. Nuk kishte rëndësi sa kohë do të duhej, nuk kishte rëndësi çfarë do t'i duhej të bënte, ai do ta gjente Marinën përsëri. Do t'i gjente vajzat e tij. Do të zbulonte të vërtetën për atë që kishte ndodhur 6 vjet më parë. Dhe këtë herë nuk do ta linte të zhdukej pa shpjegime. Të nesërmen në mëngjes arriti në zyrë me 2 orë vonesë, diçka absolutisht e paprecedent për Arjan Berishën, ekzekutivin e njohur për ardhjen para të gjithëve dhe largimin pas të gjithëve. Sekretarja e tij, Teuta, një grua efikase 50 vjeçare që punonte me të prej një dekade, vuri re menjëherë se diçka nuk shkonte. Sytë e tij ishin të kuq, mjekra e paruar, kravata e shtrembër. Gjatë mbledhjes së drejtorisë, Ariani Mezi i kushtoi vëmendje prezantimeve mbi rezultatet 3 mujore. Shifrat që gjithmonë kishin qenë speranca e tij, zona e tij e rehatis, tani dukeshin thjesht si shkaravina pa kuptim në një ekran. Mendja e tij ishte mbërthyer në atë trotuar të lagur, në ato 3 fytyra të vogla të frikësuara, në atë vështrim të Marinës plot frikë.
Armand Berisha, i ulur në krye të tryezës së mbledhjeve me qëndrimin e tij të patëmet dhe kostumin e qepur me porosi, e vuri re shpërqendrimin e të birit. Në fund të mbledhjes, e thiri Arjanin në zyrën e tij, një ambient i dominuar nga druri fisnik, piktura të vjetra dhe trofe të një karriere të ndërtuar mbi aleanca strategjike dhe vendime të ftohta. Patriarku u shërbeu uiski të dyve, edhe pse ishte vetëm 10 e mëngjesit, dhe e pyeti drejt për drejt se çfarë po ndodhte. Arjani gati sa nuk i tregoi. Gati sa nuk i shpëtoi për takimin me Marinën, për trenjaket, për përmbysjen që kishte shkatëruar paqen e tij tashmë të brish shpirtërore. Por diçka e ndaloi. Ndoshta ishte kujtimi se si ati gjithmonë kishte folur për Marinën me përballje. Ndoshta ishte instinkti se kishte sekrete më të mëdha të fshehura në atë histori. U përgjigj vetëm se ishte i lodhur, se i duheshin disa ditë për të zgjidhur çështje personale. Armandi e shikoi të birin me atë shprehje llogaritse që përdorte gjithmonë përpara se të merrte vendime të rëndësishme në biznes. Tha se lodhja ishte për njerëzit e dobët, se një Berisha nuk mund t'ia lejonte vetes të lëkundej, veçanërisht tani që kompania ishte në mes të negociatave delikate me investitorë ndërkombëtar. Arjani tundi kokën në shenjë pajtimi, por për brenda ndjeu një zemërim të shurdhër të fillonte të rritej. A mendonte vërtet ati se ai ishte vetëm një zgjatim i kompanisë? Vetëm një gur në tabelën e shahut të biznesit? Doli nga ajo zyrë me një siguri të pakëndshme. Nuk mund t'i tregonte të atit për Marinën. Jo akoma. Jo përpara se të kuptonte se çfarë kishte ndodhur vërtet. Gjatë drekës, në vend që të shkonte në restorantin ekzekutiv ku hante gjithmonë, Arjani e thiri zotin Gëzim për të biseduar privatisht. Shoferi ishte më shumë se një punonjës, ishte pothuajse një xhaxha, dikush që e kishte parë Arjanin të rritej, që kishte qenë i pranishëm në momente që vetja ati i kishte humbur sepse ishte shumë i zënë duke ndërtuar për Andorin. I tregoi gjithçka shoferit të vjetër. Ritakimin me Marinën, trenjaket, aratisjen, frikën në sytë e saj. Zoti Gëzim dëgjoi gjithçka në heshtje, duke tundur kokën ngadalë, sikur po bashkonte pjesët e një enigme që gjithmonë e kishte ditur se ekzistonte, por kur nuk e kishte parë të plot. Kur Arjani mbaroi, zoti Gëzim qëndroi një moment të gjatë në heshtje, duke parë duart e tij të kallojzuara mbi timon. Më në fund, tha diçka që ja shtrëngoi zemrën Arjanit. Tha se gjithmonë i ishte dukur e çuditshme mënyra se si ishte zhdukur Marina, aq pa pritur, pa zënka, pa shenja. Tha se në atë kohë kishte dëgjuar biseda në zyrë, komente të sekretareve për vajzën e bukur që Arjani i ri e kishte çuar për të takuar Armand Berishën e vjetër, për mënyrën se si patriarkut nuk i kishte pëlqyer as pak ajo lidhje. Tha se menjëherë pas zhdukjes së Marinës, e kishte parë avokatin privat të familjes të shkonte e të vinte në zyrën e shefit me një frekuencë të pazakonshme. Por ishin vetëm përshtypje, asgjë konkrete. Vetëm ndjesia se në atë histori kishte më shumë se sa dukej. Arjani ndjeu një të ftohtë t'i përshkonte shtyllën kurrizore. A kishte lidhje ati me zhdukjen e Marinës? Ideja dukej absurde, por në të njëjtën kohë kishte një kuptim shqetësues. Armand Berisha ishte një njeri që i trajtonte pengesat si probleme për t'u zgjidhur, dhe Marina gjithmonë ishte parë prej tij pikërisht si e tillë, një pengesë për planet që kishte për të birin. Por çfarë saktësisht mund të kishte bërë ati? E kishte kërcënuar Marinën? I kishte ofruar para që të largohej? Mendja e Arjanit filloi të punonte me mundësi gjithnjë e më të errëta. I kërkoi zotit Gëzim një favor që e dinte se ishte delikat, por që duhej ta bënte. Duhej ta gjente Marinën dhe vajzat. Shoferi kishte kontakte, njëte njerëz në strehimore, në kisha, në shërbimet sociale të qytetit. Nëse Marina ishte në situatë rruge me 3 fëmijë të vegjël, dikush duhej të dinte diçka. Zoti Gëzim premtoi se do të përdorte kontaktet e tij në mënyrë diskrete, pa tërhequr vëmendje, pa përfshirë emrin e familjes Berisha. Arjani e falenderoi me një sinqeritet që nuk e kishte treguar prej vitesh, duke i mbajtur supin shoferit të vjetër sikur po mbahej pas një dërase shpëtimi në mes të një oqeani të trazuar. Në ditët në vijim, Arjani u përpoq të mbante rutinën, por ishte si të përpiqeshe të mbaje ujë me duar. Merrte pjesë në mbledhje pa dëgjuar vërtet, nënshkruante kontrata pa lexuar vërtet, u buzëqeshte klientëve pa qenë vërtet i pranishëm. Natën, kthehej në apartamentin bosh dhe qëndronte me orë të tëra duke parë batanien e fëmijëve që e kishte ruajtur si provë se ai takim kishte qenë i vërtetë. E gjente veten duke imagjinuar se si ishin vajzat e tij. Çfarë emrash kishin? Çfarë u pëlqente të luanin?
A ishin të lumtura, edhe pse jetonin në rrugë? Apo mbanin në sytë e tyre të vegjël të njëjtën trishtim që ai shitet të pasqyruar në pasqyrë çdo mëngjes? Teuta, sekretarja e tij, filloi të bënte pyetje të tërthorta. E pyeti nëse ishte i sëmur, nëse kishte ndodhur diçka në familje, nëse kishte nevojë për ndihmë. Ariani u përgjigj se gjithçka ishte në rregull, por të dy e dinin se ishte gënjeshtër. Edhe ortakët filluan ta vinin re. Në një mbledhje të rëndësishme me investitor evropian, Ariani e humbi plotësisht fillin në mes të një prezantimi, duke qëndruar në heshtje për sekonda të gjata përpara se të mblidhte veten. Sikleti ishte i dukshëm. Armandi, i pranishëm në mbledhje, u desh të ndërhynte për të shpëtuar situatën, dhe vështrimi që i hodhi të birit më pas ishte prejës si një brisk. Atë natë, Armandi u shfaq në apartamentin e Arianit pa lajmëruar, diçka që e bënte rrallë. Bab e bir u ulën në balkon, me qytetin e ndriçuar që shtrihej poshtë tyre si një tapet yjesh artificial. Patriarku shkoi drejt e në temë. E pyeti Arianin nëse po përdorte drogë. Nëse ishte përfshirë në ndonjë skandal. Nëse ishte i sëmur. Ariani gati sa nuk qeshi me ironin. I ati ishte i shqetësuar për skandalet, për imazhin e familjes, për bizneset. Kur nuk pyeste nëse i biri ishte i lumtur, nëse ishte i realizuar, nëse ndjente se jeta boshe nga afeksioni që bënte ja vlente diçka për te i zerove në llogarinë bankare. U përgjigj se nuk ishte asgjë nga këto, se ishte thjesht i lodhur, se do të mblidhte veten. Armandi nuk u duki bindur, por as nuk këmbënguli. Përpara se të largohej, megjithatë, tha diçka që i mbeti duke i bërë jehon në mendje Arianit për orë të tëra. Tha se një burr në pozicionin e tyre nuk mund t'ia lejonte vetes të kishte dobësi, se bota e biznesit ishte e pamëshirshme me ata që tregonin cenueshmëri. Tha se Ariani duhej ta harronte të kaluarën, të përqendrohej në të ardhmen, të gjente një grua të përshtatshme nga një familje e rëndësishme dhe të ndërtonte jetën që mbiemri Berisha kërkonte. Fjalët e të atit tingëlluan si një dënim, sikur jeta e Arianit të ishte tashmë e gjitha e shkruar dhe gjithçka që i duhej të bënte ishte të ndiqte skenarin. Pasi ati u largua, Ariani qëndroi ulur në errësirën e sallonit për orë të tëra. Mendoi për Marinën, se si ajo kishte qenë i vetmi person që e bënte të ndjente se mund të ishte vetvetja, pa peshën e mbiemrit, pa pritshmëritë, pa ftohtësinë që familja kërkonte. Mendoi për trenjaket, për vajzat që nuk i njihte, që mbanin gjysmën e adnës së tij, por jetonin sikur ai të mos ekzistonte. Mendoi për burrin që ishte bërë, këtë ekzekutiv të suksesshëm që në thelb nuk ishte gjë tjetër veç se një guask boshe, që funksiononte në mënyrë automatike, duke ndjekur urdhra, duke përmbushur pritshmëritë e të tjerëve. Ishte atëherë, në 3 të mëngjesit të një të marte, që i ra telefoni. Ishte zoti Gëzim. Shoferi kishte gjetur një pisë. Mëngjesi erdhi me një qiell të hirt mbi Tiranë, ai lloj dite kur duket sikur i gjithë qyteti po mban frymën duke pritur që shiu të kthehet. Ariani mezi kishte fjetur, por ishte në makinën e zotit Gëzim që në 6 të mëngjesit, duke udhëtuar drejt periferisë së qytetit, për në një lagje që nuk e kishte vizituar kur më parë. Shoferi kishte marrë një informacion përmes një të njohuri që punonte në shërbimet sociale. Një grua me trenjake kishte kërkuar ndihmë në një strehimore komunitare pranë kombinatit. Përshkrimi përputhej. Marina dhe vajzat. Rruga ishte e gjatë, duke kaluar nëpër zona gjithnjë e më të thjeshta të qytetit, ku ndërtesat e pasqyruara të bllokut u alinin vendin shtëpive modeste, tregtisë popullore, tregjeve të rrugës. Ariani vëzhgonte gjithçka nga dritarja sikur po vizitonte një planet tjetër. E kishte kaluar gjithë jetën duke qarkulluar vetëm mes zonës së liçenit, qendrës së biznesit dhe disa pikave turistike. Kur nuk e kishte parë vërtet se si jetonte pjesa më e madhe e tiranasve. Ndiu një therje turpi kur kuptoi se sa i pavëmendshëm kishte qenë ndaj realitetit të qytetit të tij ku kishte lindur. Strehimorja ishte një ndërtesë e thjeshtë dykatëshe, e lyer me të verdhë të çelët, me një obor të vogël përpara ku disa fëmijë luanin në mbikëqyrjen e vullnetarëve. Një tabel në hyrje shkruante shtëpia e strehimit rifillimi dhe poshtë, me shkronja më të vogla, diçka për ofrimin e mbështetjes së përkohshme për familjet në situatë të vështirë. Ariani zbriti nga makina me zemrën që i rrite fort, duke i kërkuar zotit Gëzim të priste aty. Eci drejt portës, duart i djersiteshin pavarësisht të ftohtit, pa e ditur saktësisht se çfarë do të thoshte kur ta shihte Marinën përsëri. Ishte atëherë që dëgjoi të qeshura. U kthye në drejtim të zërit dhe pa 3 vajza identike që vraponin pas një topi në obor. Ishin ato.
Vajzat e tij. Në dritën e ditës, pa shiun dhe pa frikën e takimit të parë, Ariani mundi t'i shihte më mirë. Kishin flokë gështenjë të qelet, pak kaçurela, të prera në mënyrë të thjeshtë por të kujdesshme. Vishnin rroba të ngjashme por jo të njëjta, sikur dikush të ishte kujdesur që secila të ruante pak individualitet. Njëra kishte një bluzë roz me një vizatim fluture, tjetra një bluzë bojqielli dhe e treta vishte të verdhë me yje. Por fytyrat ishin absolutisht identike dhe absolutisht familjare. Ishte si të shije fotografi të vjetra të vetes në fëmijëri, vetëm se të shumë fishuara me tre dhe me një prekje. Të delikatesës së Marinës. Topi u rrokullis në drejtim të Arianit. Njëra nga vajzat, ajo me bluzë të verdhë, vrapoi për ta marrë dhe gati sa nuk u përplas me të. Ndaloi e friksuar duke parë lart me ata sy bajame që ishin kopje të tive. Ariani ul ngadalë, e mori topin dhe ia zgjati me kujdes, sikur po i afrohej një zogu të vogël që mund të fluturonte i trembur në çdo moment. Vajza e mori topin dhe, për habin e tij, buzëqeshi. Një buzëqeshje e vogël, e turpshme, por e sinqertë. Tha faleminderit me një zë të hollë dhe vrapoi përsëri te motrat e saj. Ariani qëndroi aty duke ndier gjoksin t'i shtrëngohej nga një emocion që nuk arrinte ta emërtonte. Ajo vajzë e vogël i kishte falënderuar. I kishte buzëqeshur. Nuk e dinte kush ishte ai, nuk e dinte se ndanin të njëjtin gjak, por ishte treguar e sjellshme me të në një mënyrë spontane, natyrale. Ndjeu sytë t'i digjinin dhe i puliti shpejt për të përmbajtur lotët. Nuk mund të shpërthente aty, jo para tyre, jo përpara se të bisedonte me Marinën. Ishte atëherë që e pa. Marina qëndronte në derën e strehimores duke mbajtur një shport me rroba, plotësisht e palvishme, fytyra e zbeth sikur të kishte parë një fantazmë. Vështrimi i saj kaloi nga e bia që sapo kishte folur me Arianin përsëri tek ai, dhe Ariani pa momentin e saktë kur paniku e pushtoi përsëri. E lëshoi shportën në tokë dhe filloi të ecte shpejt drejt vajzave, me qëllimin e qartë për t'i marrë dhe për t'u futur përsëri në ndërtesë. Ariani veproi nga instinkti. Ngriti duart në një gjest paqeje dhe bëri disa hapa në drejtim të saj, duke folur ulët por me vendosmëri. Marina, të lutem, mos ik përsëri. Dua vetëm të bisedojmë. Vetëm të bisedojmë, të premtoj. Ajo ndaloi, por ishte e dukshme se sa e tensionuar ishte, gati për të vrapuar në shenjën më të vogël të kërcënimit. Fëmijët, duke ndier tensionin e nënës, ndaluan së luajturi dhe ju afruan asaj, secila duke mbajtur një pjesë të rrobës së Marinës. Ajo me bluzë roz e pyeti nëse gjithçka ishte në rregull, dhe Marina u përgjigj po me një zë që dridhej. Ariani ndjeu një therrje në gjoks kur pa frikën në sytë e saj. Frikë prej tij. Si kishte arritur në këtë pikë? Si gruaja që dikur e kishte dashur tani e shikonte sikur ai të ishte një kërcënim. Një grua më e moshuar, me siguri koordinatorja e strehimores, u shfaq në derë duke vlerësuar situatën me një vështrim me përvojë. E pyeti Marinën nëse e njihte atë burr, nëse kishte nevojë për ndihmë. Marina hezitoi, pastaj tundi kokën ngadalë, duke thënë se e njihte, por se gjithçka ishte në rregull. Koordinatorja, një zonjë me flokë të thinjur dhe vështrim të prerë, nuk u duk plotësisht e bindur, por e respektoi fjalën e Marinës. U tha vajzave se mund të vazhdonin të luanin, por qëndroi afër duke vëzhguar qartësisht. Ariani dhe Marina qëndruan aty, disa metra larg njëri tjetrit, me 6 vjet heshtje mes tyre. Ishte Marina ajo që foli e para, zëri i dilte i ulët, i ngarkuar me një përzierje dhimbjeje dhe diçkaje që dukej si zemërim i përmbajtur. Çfarë dëshiron, Arian? Pse ke ardhur deri këtu? Fjalët ishin të ashpra, por Ariani dëgjoi dridhjen në to, bëri një hap tjetër të kujdesshëm në drejtim të saj, duke i mbajtur duart aty ku ajo mund t'i shihte, duke u përpjekur të tregonte se nuk ishte një kërcënim. Dua të kuptoj, Marina. Dua të kuptoj se çfarë ndodhi. Pse ike? Pse nuk më tregove kur për to për vajzat tona? Marina mbylli sytë sikur fjalët ta kishin goditur fizikisht. Kur i hapi përsëri, i shkëlqenin nga lotët që refuzonte t'i linte të binin. Vajzat tona? Ti nuk ke të drejtë t'i quash kështu. Ti nuk ishe aty kur unë zbulova se isha 7 zën, vetëm, e friksuar, pa ditur se çfarë të bëja. Ti nuk ishe aty kur ato lindën, 3 për një herë, dhe unë mendova se do të vdisja nga aq shumë frikë dhe aq shumë dhimbje. Ti nuk ishe aty në netët kur ato qanin nga uria dhe unë nuk kisha si t'i ushqeja siç duhet.
Ti nuk ke të drejtë të shfaqesh tani dhe të pretendosh diçka që kur nuk deshe ta dije. Zëri i saj ishte ngritur, plot me një hidhërim të akumuluar për vite me radhë. Ariani e ndjeu çdo fjalë si një grusht, por në të njëjtën kohë diçka nuk kishte kuptim. Kur nuk desha ta dija. Për çfarë po fliste? Marina, unë nuk e dija. Ti më le. Ti i ke pa shpjeguar asgjë, pa dhënë një shans për të biseduar. Si mund ta dija për një shtatzëni nëse ti u zhduke nga jeta ime? Marina lëshoi një të qeshur të hidhur, pa asnjë humor. Unë ika sepse nuk kisha zgjidhje, Arjan. Sepse babai yt e bëri shumë të qartë se prania ime në jetën tënde ishte një problem. Se po të prishja planet, po rrezikoja reputacionin e familjes, po kompromentoja biznese të rëndësishme. Unë ika sepse më thanë se ishte më e mira për ty se unë vetëm do të tërhiqja poshtë. Arjani ndjeu tokën të lëvizte nën këmbët e tij. Babai im? Çfarë lidhje ka babai im me këtë? Marina e shikoi sikur ai të ishte tepër naiv. Gjithçka, Arjan. Babai yt ka gjithçka të bëjë me këtë. Ai ishte ai që më kërkoi, që më tregoi dokumente, që më bindi se prania ime në jetën tënde do të shkatëronte gjithçka që ti kishe ndërtuar. Dhe si një idiote, unë besova. Mendova se po të mbroja. Koordinatorja e Strei Mores, duke kuptuar se biseda po bëhej më intensive, u afrua dhe sugjeroi që ata të hynin brenda për të biseduar privatisht. Marina hezitoi, por në fund pranoi, duke kërkuar që vajzat të vazhdonin të luanin në mbikëqyrjen e një vullnetareje. Arjani i ndoqi 2 gratë brenda ndërtesës, mendja e tij rrotulloi furishëm duke u përpjekur të përpunonte atë që Marina sapo kishte zbuluar. Armandi kishte qenë i përfshirë në zhdukjen e saj. Vetë babai i tij kishte manipuluar situatën, e kishte larguar Marinën prej tij. U ulën në një dhomë të vogël që shërbente si zyra e koordinatores, një hapësirë e thjeshtë me një tavolinë druri, disa karrige dhe rafte plot me dosje dhe dokumente. Koordinatorja, e cila u prezantua si zonja Drita, u ofroi ujë të dyve dhe qëndroi e pranishme gjatë bisedës, duke e bërë të qartë se ishte aty për të mbrojtur Marinën nëse ishte e nevojshme. Arjani e falenderoi për ujin me një tundje koke dhe u kthye nga Marina, e cila ishte ulur sa më larg tij, me krahët e kryqëzuar në një pozicion mbrojtës. Marina, të lutem, më trego gjithçka. Që nga fillimi. Çfarë bëri babai im? Çfarë të tha? Marina qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, sytë e ngulur në një pikë në mur, sikur po mblidhte forcat për të rjetuar kujtime të dhimbshme. Kur filloi të fliste, zëri i saj ishte më i kontrolluar, por çdo fjalë mbante peshën e viteve të vuajtjes. Tregoi se 3 muaj përpara se të zhdukej, kishte filluar të merrte telefonata të çuditshme nga një zyrë avokatie. Thoshin se duhej të flisnin me të për çështje urgjente që lidheshin me Arjanin dhe familjen Berisha. Në fillim, ajo i injoroi, duke menduar se ishte ndonjë lloj mashtrimi. Por telefonatat vazhduan, derisa një ditë Armand Berisha personalisht u shfaq në shkollën ku ajo punonte. Ishte i sjellshëm, i edukuar, madje edhe atëror. E ftoi për një kafe, tha se donte ta njihte më mirë, se në fund të fundit ajo do të martohej me djalin e tij. Gjatë asaj kafeje, Armandi filloi duke folur për grupin e biznesit, për përgjegjësitë që vinin me mbiemrin Berisha, për të ardhmen që kishte planifikuar për Arjanin. Pastaj, gradualisht, toni ndryshoi. Filloi të bënte pyetje për familjen e saj, për arsimimin e saj, për ambicjet e saj. Jo në mënyrë armiqësore, por në një mënyrë që e bënte të qartë se ajo po vlerësohej dhe gjykohej. Dhe po dështonte në test. Në javët në vijim, Armandi vazhdoi të shfaqej në jetën e saj. Gjithmonë i edukuar, gjithmonë subtil, por gjithmonë duke lënë mesazhe të qarta. Flitej për gratë që ishin martuar me burra të fuqishëm dhe kishin përfunduar duke shkatëruar karrierat e tyre. Për lidhjet që dukeshin të bazuara në dashuri, por që në thelb ishin vetëm interes financiar. Për mënyrën se si shtypi dhe konkurrentët adhuronin të gjenin pika të dobta në familjet e rëndësishme. Marina filloi të ndjente se po pikturohej si një rrezik, një kërcënim, edhe pse nuk bënte asgjë tjetër veç se të donte Arjanin. Pastaj erdhi goditja finale. Armandi u shfaq me dokumente, letra zyrtare që ajo mezi i kuptonte, diçka për një transakcion financiar, për lëvizje të dyshimta, për hetime. Tha se grupi i biznesit po auditohej, se kishte dyshime për parregullsi dhe se emri i saj ishte përmendur në raporte. Marina u tmerrua.
Nuk e kuptonte se si emri i saj mund të ishte i përfshirë në asgjë që lidhej me bizneset e familjes. Armandi i shpjegoi me atë zë të qetë dhe të ngadaltë se ndonjëherë njerëzit e afërt me figura publike përdoreshin si maskë, si fasadë, pa e ditur as vetë. Se mjaftonte një nënshkrim në një dokument që dukej i padëmshëm që dikush të bëhej bashkëpunëtor në diçka më të madhe. Po të ishit ju në vendin e Marinës, a do t'u kishit besuar fjalëve të babait të Arianit apo do të kishit dyshuar që në fillim? Na tregoni në komente. Marina e kujtonte qartë momentin kur Armandi i vuri një zarf përpara. Brenda ishte një kopje e një dokumenti që ajo e kishte nënshkruar muaj më parë, kur Ariani i kishte kërkuar ta ndihmonte me disa letra të kompanisë. Në atë kohë, ai kishte thënë se ishte vetëm një formalitet, diçka për transferimin e disa aksioneve mes familjarëve dhe se i duhej një dëshmitar për nënshkrimin. Ajo kishte nënshkruar pa pyetur, sepse i besonte. Tani, Armandi ja tregonte atë të njëjtin dokument si provë se ajo ishte e përfshirë në një operacion financiar të dyshimshëm. Se nëse auditimi e zbulonte, ajo mund të ndiqej penalisht. Se Ariani, për shkak të lidhjes me të, gjithashtu mund të tërhiqej zvarr në skandal. Se gjithçka që ai kishte ndërtuar mund të shembej. Patriarku e bëri të qartë se kishte si ta mbronte Arianin, se kishte avokat, kontakte, influencë. Por se të mbronte edhe Marinën do të ishte shumë më e komplikuar. Përveç se nëse ajo bënte një hap prapa. Përveç se nëse ajo largohej nga skena përpara se gjithçka të shpërthente. Tha se ndonjëherë dashuria e vërtet kërkonte sakrificë, kërkonte që të bënim zgjedhje të vështira për të mirën e personit të dashur. I ofroi ndihmë financiare që ajo të rifillonte diku tjetër, larg, ku askush nuk do ta gjente. Marina refuzoi të pranonte para, por pranoi logjikën perverse që Armandi i kishte mbjellë në kokë. Besoi se prania e saj po e vinte Arianin në rrezik. Besoi se largimi ishte mbrojtja e tij. E shkroi letrën atë mëngjes me zemër të thyer, çdo fjalë i kushtoi një pjesë të shpirtit. Nuk mund t'i tregonte të vërtetën, sepse Armandi e kishte bërë të qartë se nëse ajo e bënte këtë, dokumentet do të përdoreshin kundër Arianit gjithsesi. Kështu që shkroi diçka të paqartë se nuk ishte e mjaftueshme, se ai meritonte diçka më të mirë dhe u zhduk. Mori një autobus për në Elbasan, ku kishte një kushërir të largët. Ishte atje, vetëm dhe e dëshpëruar, që zbuloi se ishte shtatzën. Me trenjake. Shtatzënia ishte e vështirë që në fillim. Trupi i saj i vogël nuk ishte i përgatitur për të mbajtur 3 foshnja. Kaloi muaj në regjim shtrati, duke u varur nga mirësia e kushërirës që mezi e njihte, duke u ndjerë e padobishme dhe e frikësuar. Donte t'i telefononte Arianit 1000 herë, donte t'i tregonte, donte të kërkonte ndihmë. Por sa herë që merrte telefonin, kujtonte fjalët e Armandit, dokumentet, rrezikun që prania e saj përfaqësonte. Mendonte se po bënte gjën e duhur. Se po tregoi e fortë. Se po mbronte burrin që donte. Vajzat lindën para kohe, të vogla dhe të brishta, duke kërkuar kujdes intensiv që Marina mezi arrinte ta paguante. Kushërira e ndihmoi sa mundi, por kishte familjen e saj, problemet e saj. Pas disa muajsh, Marina kuptoi se nuk mund të vazhdonte të ishte një barë për të tjerët. U kthye në Tiranë me 3 foshnjat, u përpoq të gjente punë, por askush nuk punsonte një nën beqare me 3 njake të vogla. U përpoq në strehimore, programe sociale, çdo gjë që mund ta ndihmonte të mbante vajzat e saj të ushqyera dhe të sigurta. Ishin vite lufte, netësh pa gjumë, zgjedhjesh mes të ngrënit vet apo blerjes së qumështit për vajzat. Vite duke parë vajzat e saj të rriteshin pa baba, pa stabilitet, pa jetën që meritonin. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, Marina kur nuk e mori vesh nëse Ariani ishte rikuperuar nga skandali që Armandi tha se do të ndodhte. Nuk kërkoi për të në internet, nuk kërkoi lajme, sepse kishte frikë se çfarë do të gjente. Kishte frikë të zbulonte se gjithçka kishte qenë e kotë, se ai ishte shkatëruar gjithsesi. Ose më keq, kishte frikë të zbulonte se ai kishte vazhduar jetën lehtësisht, se e kishte harruar, se kishte gjetur dikë më të përshtatshëm siç kishte dashur gjithmonë ati. Kështu që jetoi këto 6 vjet në një lloj limbi, pa të kaluar, pa të ardhme, vetëm duke mbijetuar ditë pas dite për shkak të 3 vajzave që ishin e vetmja gjë që bënte gjithçka të vlente. Kur mbaroi së foluri, Marinës i rridhnin lotët në përfaqe, por zëri i qëndronte i prerë. Ariani ishte i shkatëruar, duart i dridheshin, frymëmarrja e çrregull. Gjithçka kishte kuptim tani.
Zhdukja e papritur, letra e paqartë, refuzimi për të pranuar përpjekjet e tij për kontakt në muajt e parë. Marina nuk e kishte braktisur. Marina ishte manipuluar. Ishte përdorur. Dhe nga kush? Nga baba i tij. Njeriu që duhej të kishte mbrojtur lumturinë e tij kishte qenë arkitekti i shkatërimit të saj. Zonja Drita, e cila kishte dëgjuar gjithçka në heshtje, i vuri dorën në supë Marinës në një gjest mbështetjeje. E shikoi Arianin me një shprehje që përziente dëmshurinë dhe vendosmërinë. Djalosh, e di që e gjithë kjo është shumë e dhimbshme edhe për ty, por duhet të kuptosh se Marina ka kaluar një traumë shumë të madhe. Ajo bëri atë që mendoi se ishte e drejtë bazuar në informacionet që kishte. Tani, nëse ti vërtet dëshiron të jesh në jetën e këtyre fëmijëve, do të duhet të provosh se je ndryshe nga baba yt. Do të duhet të fitosh besimin e saj përsëri, dhe kjo nuk do të ndodhë brenda natës. Ariani tundi kokën, duke fshirë fytyrën me duar. E shikoi Marinën me një intensitet që e bëri atë të shmangte vështrimin. Unë do ta zbuloj të vërtetën e plot, Marina. Do të zbuloj saktësisht se çfarë bëri baba im, çfarë dokumentesh ishin ato, çfarë po ndodhte vërtet 6 vjet më parë. Dhe do të provoj se asgjë nga ato nuk ishte e vërtetë. Se ti nuk ishe një rrezik për mua. Se ne u manipuluam. Të dy. Marina tundi kokën, e lodhur. Dhe kjo do të ndryshoj diçka, Arian? Do t'i fshi këto 6 vjet? Do të kthej kohën që vajzat e tua kaluan pa baba? Do të kompensoj të gjitha netët që kalova duke menduar se po bëja gjën e duhur ndërsa vdisja për brenda? Nuk do t'i ndryshoj, u përgjigj Ariani me një ndershmëri brutale. Nuk do ta ndryshoj të kaluarën. Por mund të ndryshoj të ardhmen. Mund të bëj që ato të rriten duke njohur baban. Mund të bëj që ti të mos kesh më kur nevojë. Mund të vër drejtësi. Marina qëndroi në heshtje, qartësisht e ndarë mes zemërimit të akumuluar dhe raskapitjes së të mbajturit gjithçka vetëm për kaq shumë kohë. Ariani e respektoi heshtjen duke pritur. Më në fund, zonja Drita sugjeroi që ata të ndalonin aty, se Marinës i duhej kohë për të përpunuar gjithçka. Por përpara se Ariani të largohej, koordinatorja i bëri një propozim. Nëse ai vërtet donte të provonte se ishte serioz për të qenë i pranishëm, të fillonte ngadalë. Të shfaqej në strehimore, të ndihmonte me punët, t'i linte vajzat të mësoheshin me të natyrshëm, pa presion, pa e detyruar. Të fitonte besimin e Marinës përmes veprave, jo fjalëve. Ariani pranoi menjëherë. Pyeti nëse mund të kthehej të nesërmen. Zonja Drita shikoi Marinën, e cila pas një hezitimi dha një tundje të lehtë koke në shenjë pajtimi. Kur Ariani doli, shikoi prapa për herë të fundit dhe pa Marinën duke vëzhguar trenjaket që luanin në obor, supet e rëna në një qëndrim humbjeje të përzier me lehtësim. Ishte sikur ajo të kishte mbajtur një sekret tepër të rënd për një kohë tepër të gjatë, dhe më në fund kishte mundur ta linte në tokë, edhe pse kjo do të thoshte të përballej me pasojat. Në rrugën e kthimit për në shtëpi, Ariani i kërkoi Zotit gëzim ta çonte direkt në vilën e familjes, ku jetonte ati. Kishte pyetje që kërkonin përgjigje dhe nuk do të priste as edhe një ditë më shumë për të filluar të zbulonte të vërtetën. Vila e familjes Berisha ndodhej pranë liçenit të Farkës, një lagje e pasur e Tiranës ku shtëpitë mbroheshin nga mure të larta dhe kamera sigurie. Ariani kaloi portën elektronike pa pasur nevojë të lajmëronte, sistemi e njohu automatikisht targën e makinës. Ishte gati 9 e mbrëmjes kur ai ngjiti shkallët e mermerta të hyrjes, zemërimi duke ju rritur me çdo hap. Nuk kishte telefonuar për të lajmëruar se do të vinte. Nuk donte t'i jepte të atit mundësinë të përgatiste mbrojtje apo justifikime. E gjeti Armand Berishën në bibliotekë, një dhomë e madhe me rafte are që shkonin nga dyshemeja në tavan, të mbushura me libra që patriarku i koleksiononte por rrallë i lexonte. Plaku ishte ulur në koltukun e tij prej lëkure, një gotë konjak në dorë, duke lexuar raporte financiare edhe në atë orë. Ngriti syt kur Ariani hyri dhe diçka në shprehjen e të birit e bëri të linte letrat ngadalë mbi tavolinën anësore. Arian, çfarë surprize! Mendova se ishe ende në zyrë duke zgjidhur atë problemin me investitorët europian. Ariani e mbylli derën e bibliotekës pas vetes me më shumë forcë se ç'duhej. Eci derisa qëndroi në këmbë përballë të atit, duke refuzuar të ulej, duke refuzuar ta kthente atë në një bisedë të civilizuar.
Armandi e ndjeu tensionin dhe qëndrimi I tij u bë më mbrojtës, megjithse ruajti shprehjen neutrale që përdorte gjithmonë në negociata të vështira. E takova Marinën sot, tha Ariani pa u anashkaluar. Dhe 3 vajzat tona. Po, baba, unë kam 3 vajza. 3 njake 6 vjeçare që nuk I kam njohur kur sepse Marina u zhduk nga jeta ime pa shpjegim. Ose më mirë, me një shpjegim që ti e fabrikove. Heshtja që pasoi ishte e rëndë si plumë. Armandi piu një glënjë konjak, syt llogaritës, duke matur sa dinte I biri, sa mund të mohonte, sa duhej të pranonte. Më në fund, e la gotën më njanë dhe pshertiu si dikush që po bëhet gati t'i shpjegoj diçka të qartë një fëmijë kokfor. Arjan, duhet të kuptosh kontekstin e kohës. Ajo vajzë nuk ishte e përshtatshme për ty, nuk kishte formimin, lidhjet, kuptimin se si funksionon bota jonë. Po përgatiteshim për një bashkim jashtëzakonisht delikat me një grup europian dhe imazhi I familjes ishte vendimtar. Nuk mund të lejoja që një lidhje e papërshtatshme të vinte gjithçka në rrezik. Lidhje e papërshtatshme, bërtiti Ariani, zëri I bëri jehon nëpër bibliotekë. Ajo ishte gruaja që doja. Do të martoheshim. Dhe ti e largove nga unë me gënjeshtra dhe manipulime. Armandi u ngrit duke u vendosur në të njëjtin nivel me të birin, qëndrimi I tij prej ekzekutivi hyri në veprim. Nuk ishin gënjeshtra. Ishin masa të nevojshme për të mbrojtur ty dhe këtë familje. Po, unë e kërkova. Po, unë ja shpjegova situatën në një mënyrë që ajo të kuptonte seriozitetin. Dhe funksionoi. Ajo iku, ti u përqendrove në biznes dhe bashkimi ishte një sukses. Lëvizëm 500 milion lek në atë operacion, Arjan. 500 milion. Ti mendon se kjo do të kishte ndodhur nëse do të ishe I lidhur me një mësuese shkolle publike që nuk dinte dallimin mes një bilanci dhe një tabele kostosh? Arjani ndjeu zemërimin t'i vlonte në vena. Si mund të ishte ati kaq I ftohtë, kaq llogaritës, duke e reduktuar dashurinë në shifra dhe bashkime biznesi? Po dokumentet. Që I tregove? Historia për hetimet dhe parregullësitë? A ishte e vërtet apo një tjetër gënjeshtër për ta trembur? Armandi hezitoi për herë të parë dhe Ariani e kuptoi menjëherë se kishte prekur një pikë të ndjeshme. Patriarku u kthye duke ecur drejt dritares që shihte nga kopshti I ndriçuar, duart e lidhura pas shpine. Kishte disa lëvizje financiare që kërkonin mbrojtje ligjore. Asgjë për të cilën duhet të shqetësohesh. U morën të gjitha masat e nevojshme. Ti përdore emrin e saj, e akuzoi Ariani, kuptimi I erdhi si një grusht. Ti falsifikove nënshkrimin e saj në dokumente, apo jo? E përdore si fasad për ndonjë operacion tëndin të dyshimt dhe pastaj e kërcënove duke I thënë se ajo ishte në rrezik. Armandi u kthye befas, fytyra më në fund tregonte irritim. Unë mbrojta këtë familje. Bëra atë që ishte e nevojshme për të siguruar që perandoria që ndërtova të mos shembej për shkak të zgjedhjeve të tua sentimentale. Ajo vajzë nënshkroi disa letra me vullnet të plot kur ti ja kërkove dhe po, e përdora atë si pjesë të një strukture ligjore krejtësisht të pranueshme. Nëse ajo u trem nga pasojat, ishte sepse nuk kishte pjekurinë për të kuptuar botën në të cilën ti jeton. Arianit I erdhi për të vjellë. Gjithçka ishte e qartë tani. I ati e kishte përdorur vërtet Marinën, kishte falsifikuar dokumente, kishte krijuar një kurth ligjor dhe pastaj e kishte bindur se ajo ishte një rrezik për Arianin. Dhe më e keqja ishte se Armandi nuk tregonte asnjë pendes. Për të, kishte qenë thjesht një lëvizje biznesi e suksesshme. Kam 3 vajza, baba. 3 vajza që kaluan 6 vjet pa baba sepse ti vendose se e dije se çfarë ishte më e mira për mua. Marina kaloi 6 vjet në mjerim, duke I rritur këto fëmijë vetëm, duke menduar se po më mbronte. Dhe ti kur nuk më tregove asgjë. Kur nuk të bëri përshtypje për pasojat e asaj që kishe bërë. Armandi ngriti supet, një gjest që e bëri Arianin të donte të grushtonte diçka. Nëse ajo mbeti shtatzën dhe nuk më kërkoi, ishte zgjedhja e saj. Unë I dhash mundësinë të rifillonte larg këtej, madje me mbështetje financiare, të cilën ajo e refuzoi për krenari të kohë. Ajo që ndodhi më pas nuk është përgjegjësia ime. Ariani bëri 2 hapa në drejtim të atit, grushtet e shtrënguara. Nuk është përgjegjësia jote? Ti shkatërrove jetën time. Shkatërrove jetën e saj. Dënove 3 fëmijë të pafajshëm të rriteshin pa baba.
Dhe mendon se mund të ngresh supet dhe të thuash se nuk është problemi yt? Armandi drejtoi supet duke marrë atë qëndrim autoriteti që përdorte gjithmonë për të mbyllur diskutimet. Ajo që u bë. Tani duhet të mendosh racionalisht se çfarë të bësh më pas. Nëse ato fëmijë janë vërtet të tuat, mund të bësh një test atësie dhe të vendosësh një pension. Por ta kthesh atë grua në jetën tënde, veçanërisht tani që është në gjendje të vështirë, do të duket si oportunizëm. Shtypi do ta adhuroj. Trashëgimtari milioner braktis të fejuarën e varfër dhe trenjaket, kthehet 6 vjet më vonë. E ke menduar këtë? Ariani e shikoi të atin sikur po shite një të huaj. Si ishte dashur kaq shumë kohë për të kuptuar se kush ishte vërtet Armand Berisha. Një njeri për të cilin gjithçka reduktoi në imazh, në fitim, në kontroll. Një njeri i paaftë për të kuptuar se disa gjëra në jetë vlenin më shumë se perandorit financiare. E di se çfarë mendoj unë, baba? Mendoj se e kalova gjithë jetën duke u përpjekur të isha djali që ti doje. Ekzekutivi perfekt, trashëgimtari ideal, njeriu pa dobësi. Dhe u bëra pikërisht kjo. Një kopje e jotja. I ftohtë, llogaritës, bosh. Marina ishte i vetmi person që më bëri të ndjeja se mund të isha ndryshe. Dhe ti ma hoqe këtë. Ma hoqe të vetmen pjesë të njerëzores që kisha. Mos u bëj dramatik, ja ktheu Armandi me përbuzje. Ke pasur mundësi të panumërta për të gjetur dikë të përshtatshëm. Nëse zgjodhe të përqendrohesh në biznes, ishte vendimi yt. Nuk ishte vendimi im. Ti vendose për mua kur e largove Marinën. Dhe vendose për vajzat e mia kur i dënove të rriteshin pa baba. Por tani unë do të marr vendimet e mia. Ariani u kthye për të dalë, por ndaloi te dera duke parë prapa për herë të fundit. Do të zbuloj saktësisht se çfarë bëre 6 vjet më parë. Do të gjej dokumentet, transaksionet, gjithçka. Dhe nëse zbuloj se ke kryer krime duke përdorur emrin e Marinës, do të denoncoj. Nuk ka rëndësi nëse kjo shkatëron kompaninë apo mbiemrin Berisha. Nuk më intereson më. U largua nga vila duke u ndier njëkohësisht i raskapitur dhe i gjallëruar. Për herë të parë në 6 vjet, kishte një qëllim që shkonte përtej tabelave dhe mbledhjeve. Do të zbulonte të vërtetën e plot dhe do të vinte drejtësi. Por së pari, do të njihte vajzat e tij. Në ditët në vijim, Ariani vendosi një rutinë që i habiti të gjithë ata që e njihnin. Zgjoi herët, shkonte në zyrë vetëm sa ishte e nevojshme për të mbajtur operacionet bazë në funksionim, duke deleguar sa më shumë të ishte e mundur të drejtorët e tjerë. Pastaj, merrte makinën dhe shkonte në strehimoren në kombinat. Gjithmonë çonte diçka të dobishme, jo dhurata ekstravagante që do të tërhiqnin vëmendjen, por gjëra praktike. Materiale shkollore për fëmijët e strehimores, ushqime, pjesë këmbimi për gjëra të prishura. Zonja Drita vëzhgonte gjithçka me vështrimin e saj me përvojë, duke parë se ai burr i pasur po përpiqej sinqerisht të kuptonte një botë shumë të ndryshme nga e tija. Ariani kalonte orë të tëra në strehimore, duke ndihmuar për të rregulluar një rubinet që pikonte, duke lyer një mur që ishte zhveshur, duke organizuar donacione. Nuk përpiqej të afrohej trenjakeve menjëherë, por ato, me kuriozitetin natyral të fëmijëve, filluan të silleshin rreth tij. E para që e theu plotësisht barrierën ishte vajza me bluzë të verdhë, e njëjta që i kishte falendëruar për topin ditën e parë. Një pasdite, Ariani ishte ulur këmbëkryq në obor, duke u përpjekur të rregullonte një lisharse të ndryshkur, kur ndiu dikë t'i tërhiqte këmishën. U kthye dhe pa ata sy bajame që e shikonin me interes të pastër. Çfarë po bën? E pyeti ajo me sinqeritetin tipik të fëmijëve. Po përpiqem ta bëj këtë lisharse të funksionojë përsëri, u përgjigj Ariani me kujdes, zemra i rrite më shpejt. Por është shumë e ndryshkur. Mendoj se do t'i duhet vaj. Unë mund të ndihmoj, ofroi vajza. Jam e zonja për të rregulluar gjëra. Tezja Drita e thot gjithmonë. Ariani buzëqeshi, një buzëqeshje e sinqertë që nuk e mbante mend ta kishte bërë prej shumë kohësh. Atëherë do të më. Duhet shumë ndihma jote. Si e ke emrin? Laura. Dhe ato janë motrat e mia, Sofia dhe Besa. Jemi trenjake. E dije që trenjake është kur 3 foshnja lindin bashk. Po, e dija, u përgjigj Ariani, zëri i dridhej pak. Janë emra shumë të bukur. Mamaja jon i zgjodhi. Ajo thot se çdo emër ka një kuptim të veçantë.
Laura është nga Dafina, që është një kuror gjethesh. Sofia është nga urtësia. Dhe Besa është ajo që sjell lumturi. Arianit ju desh të puliste syt disa herë për të mbajtur lotët. Marina i kishte zgjedhur ata emra me aq kujdes, aq dashuri. E kaloi gjithë pasditen duke rregulluar lisharsen me Laurën pranë, duke i bërë pyetje të pafundme, duke i treguar histori për të dhe motrat, për gjërat që u pëlqente të bënin, për vizatimet që bënin. Ishte sikur një digë të ishte hapur në zemrën e Arianit, duke lënë të hynte një vërshim ndjenjash që i kishte shtypur për kaq shumë kohë. Marina vëzhgonte gjithçka nga larg, e mbështetur në pragun e derës së strehimores, krahët e kryqëzuar, por shpreha më pak e ashpër se në ditët e para. Shite Arianin, atë burr që gjithmonë kishte qenë kaq elegant dhe i largët, tani me duart e pista me graso, këmishën e zhubrosur, duke qeshur me shakat e një vajze të vogël 6 vjeçare. Ishte një imazh që ajo kur nuk e kishte imagjinuar të ishte i mundur, por që në një farë mënyre duke i drejtë. Natën, kur vajzat tashmë flinin në dhomën kolektive që e ndanin me fëmijë të tjerë të strehimores, Marina doli në oborin e vogël përpara. E gjeti Arianin ulur në bordur, duke parë qiellin e errët të Tiranës, ku pak yje arrinin të çanin ndotjen luminoze. Ajo hezitoi, por pastaj u ul pranë tij, duke ruajtur një distancë të sigurt. Laurës i pëlqeve, tha Marina butësisht. Ajo është më ekstrovertja nga të treja. Sofia është më vëzhguese, vetëm shikon përpara se të vendos nëse i beson dikujt. Dhe Besa është mbrojtësia, gjithmonë duke u kujdesur për motrat. Ariani u kthye nga ajo, syt i shkëlqenin në gjysmë errësirë. Ato janë të mrekullueshme, Marina. Janë inteligjente, të sjellshme, kurioze. Ke bërë një punë të jashtëzakonshme duke i rritur vetëm. Marina lëshoi një të qeshur pa humor. Nuk e di nëse e jashtëzakonshme është fjala e duhur. Ka pasur ditë që nuk kam mundur t'u jap më shumë se orizë fasule për të ngrënë. Ka pasur net që nuk kishim ku të flinim. Ka pasur momente kur kam menduar të dorëzohem, të kërkoj ndonjë institucion që mund të kujdesej më mirë për to se unë. Por ti nuk u dorëzove, theksoi Ariani me vendosmëri. Ti luftove. Ti i mbajte bashk, të sigurta, të dashura. Kjo është më shumë se e jashtëzakonshme. Është heroike. Marina qëndroi në heshtje, duke përpunuar komplimentin. Nuk ishte mësuar të shihej si heroin. Ishte mësuar të shihte veten si të dështuar, si gruan që nuk arriti t'u jepte vajzave të saj jetën që meritonin. Po hetoj atë që bëri babai im 6 vjet më parë, vazhdoi Ariani. Kam arritur të hyj në arkivat e vjetra të kompanisë. Kam gjetur disa mospërputhje në raportet financiare të asaj kohe, lëvizje të çuditshme që nuk ndjekin modelin normal të operacioneve. Po mbledh prova. Kur të kem mjaftueshëm, do të kërkoj një avokat të pavarur, dikë që nuk ka lidhje me familjen. Marina e shikoi me një shprehje të vështirë për t'u deshifruar. Dhe kur ta zbulosh të vërtetën e plot, çfarë do të bësh? Do të denoncosh baban tënd? Nëse është e nevojshme, po. Ajo që ai bëri nuk ishte vetëm manipulim emocional, Marina. Ishte krim. Falsifikim dokumentesh, përdorim i padrejt i emrit tënd, me siguri mashtrim fiskal. Ai duhet të përgjigjet për këtë. Dhe ti je i gatshëm të shkatërosh perandorinë e familjes tënde për këtë? Nuk është perandoria ime, u përgjigj Ariani me bindje. Kur nuk ka qenë. Është ndërtuar mbi gënjeshtra, mbi manipulime, mbi njerëz që janë përdorur si gur shahu. Preferoj të kem të vërtetën dhe 3 vajza që më njohin vërtet sesa një perandori të kalbur. Marina ndjeu diçka të lëvizte brenda gjoksit, një plasaritje në armaturën që kishte ndërtuar rreth zemrës në këto 6 vjet. Ende nuk ishte gati të falte plotësisht, ende nuk ishte gati të besonte, por për herë të parë filloi të mendonte se ndoshta Ariani nuk ishte vetëm një zgjatim i atit. Se ndoshta ai ishte i aftë për zgjedhje të ndryshme. Në ditët që pasuan, Ariani intensifikoi hetimin e tij në arkivat e kompanisë. Zbuloi se në kohën e zhdukjes së Marinës, grupi Berisha ishte i përfshirë në një operacion blerjeje të një kompanie më të vogël, dhe se disa fonde ishin lëvizur përmes llogarive që nuk ishin pjesë e strukturës normale të grupit. Njëra nga këto llogari kishte emrin e Marina Kolës si nënshkruese e dytë, bazuar në dokumente që ajo i kishte nënshkruar muaj më parë, kur Ariani i kishte kërkuar naivisht të dëshmonte disa transferta të brendshme.
Avokati që Arjani konsultoi, një profesionist i njohur për integritetin dhe pavarësinë e tij, analizoi dokumentet dhe konfirmoi se kishte shenja të qarta të falsifikimit ideologjik dhe përdorimit të padrejtë të identitetit. Nënshkrimi i Marinës në disa dokumente kritike kishte mospërputhje me nënshkrimet që ajo i kishte dhënë vërtet vullnetarisht. Dikush e kishte kopjuar nënshkrimin e saj, me siguri vet Armandi ose dikush që vepronte nën urdhrat e tij, për të krijuar një strukturë ligjore që lejonte lëvizje financiare të dyshimta pa ekspozuar drejt për drejt emrin Berisha. Kur Arjani u përball përsëri me të atin me këto prova, Armandi më në fund e humbi të ruan. Pranoi me zemërim dhe jo me pendes se kishte bërë atë që ishte e nevojshme për të mbrojtur kompaninë nga një auditim më i rrept. Se e kishte përdorur lidhjen e të birit me Marinën si një mundësi për të krijuar një barierë ligjore. Se më pas, kur kuptoi se Arjani nuk do ta harronte vajzën aq lehtë, vendosi se më praktike do të ishte ta bënte atë të zhdukej nga jeta e tij. Dhe justifikoi gjithçka, absolutisht gjithçka, në emër të suksesit të biznesit, mbrojtjes së familjes, ruajtjes së trashëgimisë Berisha. Arjani doli nga ajo bisedë duke u ndier fizikisht i sëmur. Ishte rritur duke admiruar të atin, duke dashur të ishte si ai, të ndërtonte një perandori siç e kishte ndërtuar ai. Tani shite se ajo perandori kishte themele të kalbura, se çdo sukses i kishte kushtuar integritetin dikujt, se mbiemri Berisha ishte i njollosur në një mënyrë që nuk mund të lahej me para apo pushtet. Mori atëherë vendimin më të vështirë të jetës. I çoi të gjitha dokumentet që kishte mbledhur te avokati dhe autorizoi që të bëhej një denoncim formal pranë autoriteteve kompetente. E dinte se kjo do të shkaktonte një hetim që mund të shkatëronte grupin Berisha. E dinte se baba i tij mund të përballej me proces penal. E dinte se jeta e tij e luksit dhe privilegjeve do të merrte fund. Por gjithashtu e dinte se ishte e vetmja mënyrë për të vënë drejtësi për Marinën, për të pastruar emrin e saj, për t'u treguar vajzave të tij se disa gjëra ishin më të rëndësishme se paratë dhe pushteti. Kur i tregoi Marinës se çfarë kishte bërë, priste që ajo të lehtësohej, ndoshta edhe të ishte mirënjohëse. Por reagimi i saj e habiti. Marina filloi të qante, jo lot gëzimi, por frike dhe dhimbje të akumuluar. Ti nuk e kupton, qau ajo me dënes. Kam kaluar 6 vjet duke mbajtur fajin se mendoja se të kisha dëmtuar ty 6 vjet duke ndëshkuar veten se kisha besuar gënjeshtrat e babait tënd. Dhe tani zbuloj se vërtet kishte dokumente me nënshkrimin tim të falsifikuar, se jam përdorur në krime të vërteta. Si do t'i shikoj vajzat e mia dhe t'ua shpjegoj këtë? Arjani e mbajti për supesh, duke e detyruar ta shikonte në sy. Do t'i shikosh dhe do t'u thuash të vërtetën. Se ishe viktim, jo kriminele. Se u manipulove nga një njeri i fuqishëm që nuk i interesonte asgjë përveç interesave të tij. Se luftove me të gjitha forcat për t'i mbrojtur ato edhe kur e gjithë bota ishte kundër teje. Do t'u thuash se je një mbjetuese, Marina. Dhe se ato kanë gjakun e një mbjetueseje që u rrjedh në vena. Marina u shem në përqafimin e tij, për herë të parë në 6 vjet duke e lejuar veten të ishte e cenueshme, duke e lejuar veten të pranonte ngushëllim nga dikush. Arjani e mbajti, duke ndjer peshën e gjithçkaje që kishin humbur, gjithçkaje që kishin vuajtur, por edhe mundësinë e brish se ndoshta, vetëm ndoshta, mund të ndërtonin diçka të re mbi rënojat e së kaluarës. Skandali shpërtheu 3 javë më vonë, kur shtypi mori informacione për hetimet në vazhdim që përfshinin grupin Berisha. Titujt ishin shkatërues. Perandoria financiare nën hetim për mashtrim. Falsifikimi i dokumenteve përfshin emrin e një gruaje të pafajshme. Trashëgimtari denoncon baban e vet. Arjani zgjoi çdo ditë me 10 telefonata të humbura nga gazetar, nga ortak të shqetësuar, nga antar të shoqërisë së lartë që papritur bënin sikur nuk e njihnin familjen. Aksionet e kompanisë ranë në pikën më të ulët. Mbledhjet u anuluan. Kontratat u pezulluan. Armand Berisha, gjithmonë kaq i përmbajtur dhe i kontrolluar, filloi të tregonte shenja përkeqësimi. Presioni i hetimeve, mundësia reale e proceseve penale, shkatërimi i reputacionit që ishte dashur një jetë e tërë për ta ndërtuar, e gjithë kjo filloi të merrte hakun e vet. Arjani ende shkonte ta vizitonte her pas here, jo për afeksion, por për një ndjenjë të çuditshme përgjegjësie. Në fund të fundit, sado që e urrente atë që kishte bërë ati, ai ishte ende baba i tij.
Ishte në një nga këto vizita, 2 javë pas fillimit të hetimeve formale, që Ariani e gjeti Armandin të rrëzuar në bibliotekë, duke mbajtur gjoksin, fytyra e zbet dhe e djersitur. Thiri ambulancën menjëherë. Në spital, mjekët diagnostikuan një infarkt të rëndë. Armand Berisha, njeriu që gjithmonë ishte dukur i pathyeshëm, ishte shtrirë në një shtrat spitali, i lidhur me makineri, i brish dhe i cenueshëm për herë të parë në jetë. Ariani qëndroi në korridorin e spitalit për orë të tëra, jo brenda dhomës, por mjaftueshëm afër në rast se do të ishte e nevojshme. Marina u shfaq për habin e tij, e sjell nga Zoti gëzim që kishte shkuar ta merrte në strehimore. Ajo nuk tha se vinte për dhëmshuri, por Ariani e kuptoi gjestin për atë që ishte. Një demonstrim se, pavarësisht gjithçkaje, ajo nuk ishte mizore. Se mund ta ndante njeriun që e kishte shkatëruar nga babai i njeriut që kishte dashur. Kur mjekët më në fund lejuan vizitën, Ariani hyri vetëm. Armandi ishte zgjuar, por qartësisht i dobësuar. Ktheu kokën ngadalë kur i biri u afrua, dhe për herë të parë Ariani pa diçka në sytë e të atit që nuk e kishte parë kur më parë. Frikë. Jo frikë nga vdekja, por frikë se kishte humbur gjithçka që e konsideronte të rëndësishme. Perandorin, reputacionin dhe tani, duke parë të birin aty me atë shprehje të largët, ndoshta edhe vetë të birin. Do të vdes, pyeti Armandi me zë të dobët. Nuk e di, u përgjigj Ariani me ndershmëri. Mjekët thonë se dita tjetër është kritike. Armandi mbylli sytë për një moment të gjatë. Kur i hapi përsëri, kishte një cenueshmëri aty që Ariani nuk e kishte dëshmuar kurrë. Bëra gjithçka gabim, apo jo? Mendoja se po të mbroja, po të përgatisja për botën reale. Por vetëm po përsërisja të njëjtat gabime që babai im bëri me mua. Ariani tërhoqi një karrige dhe u ul pranë shtratit. Nuk ja kapi dorën të atit, nuk I ofroi ngushëllim fizik, por qëndroi aty, I pranishëm. Po, bëre gjithçka gabim. E shndërrove dashurinë në dobësi, familjen në pronë, njerëzit në gur loje. Dhe më mësove të bëja të njëjtën gjë. Mu deshën 6 vjet për të kuptuar se sa shumë e kisha humbur veten duke u përpjekur të isha ti. Armandi lëshoi diçka mes një të qeshure dhe një pëshertime të dhimbshme. Gjyshi yt thoshte se burrat në pozicionin ton nuk mund t'ia lejonin vetes të ndjenin. Se bota e biznesit I gëlltiste ata që tregonin zemër. E besova këtë gjithë jetën. Dhe shiko ku më solli. Vetëm në një shtrat spitali, me një djalë që mezi më shikon dot. Ariani ndiu një therje të diçkaje që mund të ishte keqardhje, por nuk e la të zbulte vendosmërinë e tij. Kam 3 vajza që nuk e njohin gjyshin. Një grua që kaloi 6 vjet duke vuajtur për shkak të gënjeshtrave të tua. Ti mund të kesh besuar se po bëje gjën e duhur, por pasojat janë reale. Njerëz real u shkatëruan nga zgjedhjet e tua. Armandi qëndroi në heshtje, tingulli I makinerive mbushte hapësirën mes tyre. Më në fund, me një përpjekje të dukshme, foli. Ato vajza, trenjaket, a janë vërtet mbesat e mia? Janë, konfirmoi Ariani. Dhe janë të mrekullueshme. Inteligjente, të sjellshme, plot jetë pavarësisht gjithçkaje që kanë kaluar. Gjithçka që ti mund të kishe njohur nëse nuk do të ishe kaq I fiksuar pas kontrollit dhe paraqitjeve. Armandi ktheu fytyrën dhe Ariani nuk ishte I sigurt nëse pa lot apo ishte thjesht reflektimi I dritave të spitalit. Kur patriarku foli përsëri, zëri I tij ishte I ngarkuar me një emocion që Ariani nuk arrinte ta identifikonte plotësisht. Ka një kuti në kasafortën e zyrës sime në shtëpi. Kodi është data e lindjes së nënës tënde. Brenda ka dokumente, letra, gjëra që kam ruajtur ndër vite. Ndoshta shpjegon disa gjëra. Ndoshta nuk I justifikon, por I shpjegon. Ariani tundi kokën duke e ruajtur informacionin. Qëndroi edhe disa minuta, pastaj u ngrit për të dalë. Te dera, hezitoi. U kthye për të parë të atin edhe një herë. Shpresoj të shërohesh. Jo sepse të fal për atë që bëre, por sepse të gjithë meritojnë një shans për të provuar të rregullojnë gabimet. Edhe nëse është tepër vonë për të shbërë dëmin. U largua nga spitali me ndjenja të përziera. Nuk ndjente kënaqësinë që imagjinonte se do të ndjente kur të shihte të atin të rrëzuar. Vetëm një boshllëk të lodhur, një raskapitje nga mbajtja e kaq shumë mërie, kaq shumë zemërimi. Marina e priste në recepcion dhe pa thënë asgjë, ata dolën bashkë për në parking. Në makinë, ajo I mbajti dorën, një gjest I vogël por domethënës.
Në ditët që pasuan, ndërsa Armandi shëroi ngadalë në spital, Ariani hapi kutinë që ati kishte përmendur. Brenda, gjeti një përzierje shqetësuese dokumentesh. Letra nga nëna e Arianit, e cila kishte vdekur kur ai ishte vetëm 10 vjeç, duke folur për ëndrat që kishte për të birin, për rëndësinë e dashurisë dhe mirësisë mbi suksesin financiar. Letra të cilave Armandi me sa duket nuk u ishte përgjigjur kurrë, por i kishte ruajtur. Kishte gjithashtu dokumente për fëmijërinë e vet Armandit, për një baba tiranik që e kishte rritur me ndëshkime të ashpra, për një familje ku afeksioni shihej si dobësi. Ariani kuptoi atëherë se ati kishte qenë, në një farë mase, edhe ai viktim. Viktim e një cikli ftohtësie dhe kontrolli që kalonte nga brezi në brez në familjen Berisha. Kjo nuk e justifikonte atë që kishte bërë Armandi, por e shpjegonte. Dhe të kuptoi Ariani, ishte hapi i parë për ta thyer atë cikël. Ai nuk do t'i përsëriste gabimet e të atit me vajzat e tij. Do të ishte ndryshe. Me hetimet në vazhdim dhe grupin e biznesit në trazira, Ariani mori vendime që tronditën botën e korporatave. Hoqi dorë zyrtarisht nga pozicioni i trashëgimtarit. Refuzoi çdo trashëgimi të ardhshme nga pasuria e Armandit, duke drejtuar gjithçka që mund të drejtohej për dëmshpërblimin e punonjësve, shlyerjen e borxheve dhe reparacionet. Njoftoi se do të ndryshonte ligjërisht mbiemrin, duke marrë mbiemrin e nënës, Kola, një emër i zakonshëm, pa peshën dhe kontaminimin e emrit Berisha. Shoqëria e lartë e Tiranës e trajtoi si të padëshiruar. Miqtë e vjetër i kthyen shpinën. Klubet ekskluzive i anuluan antarësimin. Por Ariani zbuloi se nuk i mungonte asgjë nga këto. Ndihej më i lehtë se kurrë, sikur të kishte hequr një armatur të rëndë që e kishte mbajtur për kaq shumë kohë sa kishte harruar si ishte të merrje frym patë. Me kursimet personale dhe disa investime të tjera që nuk ishin të lidhura me grupin familjar, Ariani nisi një projekt krejtësisht të ndryshëm. Krijoi një fondacion jo fitimprurës të dedikuar për të mbështetur gratë dhe fëmijët në situatë të vështirë, veçanërisht ata që kishin qenë viktima të manipulimit, abuzimit psikologjik apo braktisjes. Emri i zgjedhur ishte Fondacioni Rifillimi, një homazh për strehimoren që kishte mirëpritur Marinën dhe vajzat e saj kur nuk kishin ku të shkonin. Ftoi zonjën Drita të ishte drejtoresha sociale e fondacionit. Koordinatorja, pavarësisht moshës dhe dekadave duke punuar në strehimore të thjeshta, e pranoi sfidën me entuziazëm. Së bashku, planifikuan një hapësirë që do të ofronte jo vetëm strehim të përkohshëm, por kurse profesionale, mbështetje psikologjike, orientim ligjor, çerdhe për fëmijët ndërsa nënat studionin ose punonin. Një vend që jo vetëm i ndihmonte njerëzit të mbijetonin, por të rindërtonin jetën e tyre me dinjitet. Marina, kur Ariani i propozoi të drejtonte punishte arti në fondacion, fillimisht refuzoi. Tha se nuk kishte kualifikimin e mjaftueshëm, se ishte vetëm një mësuese shkolle publike që as nuk kishte arritur ta mbante punën. Ariani i kujtoi se ajo kishte rritur 3 fëmijë të mrekullueshëm vetëm, se kishte mbijetuar vite vështirësish pa e humbur njerëzoren, se kishte më shumë forcë dhe qëndrueshmëri se çdo diplomë që mund të certifikonte. Gradualisht, Marina pranoi. Filloi me punishte të vogla, duke u mësuar fëmijëve të strehimores të vizatonin, të pikturonin, të shprehnin emocionet e tyre përmes artit. Dhe zbuloi se kishte një talent natyral për të ndihmuar fëmijët e traumatizuar të hapeshin përmes krijimtarisë. Trenjaket, tani 6 vjeç e gjysmë, filluan ta kuptonin pak nga pak se ai burr që shfaqej çdo ditë, që luante me to, që dëgjonte historitë e tyre, që pikturonte me to, ishte babai i tyre. Nuk pati një moment dramatik zbulimi. Ishte një proces gradual, natyral. Laura, gjithmonë më e drejtë për drejta, ishte ajo që pyeti e para. Ti e babai ynë, apo jo, e pyeti ajo një pasdite, ndërsa Ariani e ndihmonte të bënte një kështjell me Kuba. Ariani shikoi Marinën, e cila ishte afër, duke vëzhguar. Ajo tundi kokën lehtë, duke i dhënë leje. Ariani u ul derisa u bë në gjatësinë e Laurës, duke e parë drejt në ata sy bajame që ishin kaq të ngjashëm me të tij. Po, jam babai yt. Dhe i Sofis e i Besës gjithashtu. Më vjen shumë keq që nuk kam qenë këtu më parë. Por premtoj se tani e tutje do të jem sa herë të keni nevojë për mua. Laura e përpunoi informacionin me seriozitetin e një fëmije 6 vjeçar, pastaj tundi kokën sikur po pranonte kushtet e një kontrate. Në rregull. Por duhet të mësosh të bësh gërsheta, sepse mami nuk di t'i bëj mirë dhe gërshetat tona dalin shtrembër. Ariani qeshi, lotët i rridhnin në përfaqe dhe premtoi se do të mësonte.
Atë natë, pa video në YouTube se si të bënte gërsheta në flok fëmijësh. Të nesërmen u stërvite të treja vajzat derisa arriti të bënte gërsheta të pranueshme, edhe pse jo perfekte. Ato qeshen me përpjekjet e para të ngathta, por e lan të vazhdonte të provonte dhe ai akti thjesht kujdesi i të qenit i pranishëm, i përpjekjes për të mësuar diçka të re vetëm sepse kishte rëndësi për to. Do të thoshte më shumë se çdo dhuratë e shtrenjtë që mund të kishte dhënë ndonjëherë. Sofia, më vëzhguesja, u desh më shumë kohë për t'u afruar plotësisht. Qëndronte duke parë Arjanin nga larg, duke analizuar, duke matur nëse mund t'i besonte. Ishte vetëm pas disa javësh, kur Arjani kaloi gjithë natën në spital me të pasi ajo kapi një viroz të fortë, duke i mbajtur dorën e vogël ndërsa ajo flinte e shqetësuar që Sofia më në fund e pranoi plotësisht. Kur u zgjua në mëngjes dhe e pa aty, me radhë të zinj. Poshtë syve, por ende duke i mbajtur dorën, Sofia buzëqeshi dhe e quajti baba për herë të parë. Besa, mbrojtësia, mori edhe më shumë kohë. Ajo ishte roja e motrave, ajo që gjithmonë qëndronte mes tyre dhe çdo rreziku të mundshëm. E vëzhgonte Arjanin me atë mosbesim natyral të dikujt që e kishte mësuar herët se bota mund të ishte mizore. Ishte përmes nënës që ajo më në fund u dorëzua. Një natë, kur Marina më në fund i pranoi Arjanit se po fillonte t'i besonte përsëri, se po fillonte të besonte se ai vërtet kishte ndryshuar, Besa e dëgjoi bisedën. Dhe nëse mamaja besonte, atëherë edhe ajo mund të besonte. 3 muaj pas infarktit, Armandi doli nga spitali. Ishte më i brisht, më i heshtur, i plakur në një mënyrë që nuk kishte të bënte vetëm me shëndetin fizik. Hetimet ishin ende në vazhdim, por avokatët kishin arritur një marrëveshje ku Armandi do të merrte përgjegjësinë, do të paguante gjoba të rënda dhe do të largohej përgjithmonë nga bota e korporatave. Duke shmangur një proces të plot penal në këmbim të bashkëpunimit të plot me autoritetet. Grupi Berisha u çmontua, u shit pjesë-pjesë, asetet e tij u shpërndan për të paguar borxhet dhe kompensimet. Arjani i çoi trenjaket për të takuar gjyshin një herë të vetme. Ishte një takim i shkurtër në shtëpinë e të moshuarve ku Armandi tani jetonte, një vend komod por pa asnjë luks, i përshtatshëm për realitetin e tij të ri financiar të reduktuar. Plaku i shikoi 3 vajzat identike me një shprehje të vështirë për t'u deshifruar. Tha se ishin të bukura, se i ngjanin gjyshes që nuk e kishin njohur kurrë. Laura, gjithmonë pa filtra, e pyeti pse nuk kishte ardhur t'i takonte më parë. Armandi nuk diti çfarë të përgjigjej. Arjani nuk e detyroi një marrëdhënie mes vajzave dhe gjyshit. E la derën hapur për vizita të rastësishme, por kur nuk ushtroi presion. Trenjaket kishin të drejtë të dinin se nga vinin, por gjithashtu kishin të drejtë të mos mbanin gabimet e brezave të kaluar. Inaugurimi i fondacionit Rifillimi u bë një të shtunë me diell në tetor. Ndërtesa e rinovuar në një zonë të aksesueshme të periferisë ishte zbukuruar me vizatime që vetë fëmijët e ndihmuar i kishin bërë. Nuk kishte luks, nuk kishte bujë, vetëm një hapësirë mikpritëse, e pastër, plot dritë dhe shpresë. Ishin të pranishme nëna me fëmijët e tyre, vullnetar, disa gazetar të pakt që ende kishin interes të mbulonin histori rindërtimi dhe jo vetëm skandali, punonjes të vjetër të grupit Berisha që Arjani kishte arritur t'i rialokonte. Marina mbajti një fjalim të thjeshtë por emocionues për shndërrimin e dhimbjes në farë ndryshimi, për mënyrën se si çdo person i pranishëm aty përfaqësonte jo një dështim, por një histori qëndrese. Arjani qëndroi pranë saj, jo më në qendër të vëmendjes, jo më ekzekutivi i fuqishëm që jepte urdhra, por një njeri që kishte zgjedhur të braktiste piedestalin për të ecur në të njëjtin nivel me të tjerët. Momenti që mbeti i dhvendur në kujtesën e të gjithë të pranishmëve ndodhi kur fjalimet mbaruan. Trenjaket që kishin qëndruar ulur në rreshtin e parë me një nga vullnetaret, u ngjitën me vrap në skenën e improvizuar. Përqafuan Arjanin dhe Marinën bashk, dhe Laura tha me zë të lartë që ta dëgjonin të gjithë. Se ajo ishte dita më e lumtur e jetës së tyre, sepse më në fund kishin një familje të plotë dhe një vend që ndihmonte familjet e tjera të bëheshin të plota gjithashtu. Publiku u emocionua, jo sepse ishte një skenë e fabrikuar për të bërë përshtypje, por sepse ishte e sinqertë. Ishin 3 fëmijë që kishin kaluar vite pa stabilitet dhe më në fund po gjenin një vend të sigurt në botë. Në muajt në vijim, fondacioni Rifillimi filloi të bënte një ndryshim real në komunitet. Gratë që kishin dalë nga marrëdhënie abuzive gjenin aty një hapësirë për t'u ringritur. Fëmijët që njihnin vetëm rrugën zbulonin se mund të kishin arsim, ushqim të duhur, një vend për të luajtur.
Marina gjeti qëllim duke ndihmuar nënat e tjera, duke treguar se ishte e mundur të mbijetoje dhe madje të lulëzoje pasi kaloje vështirësi të mëdha. Ariani zbuloi se suksesi nuk matej me zero në llogarinë bankare, por me jetë të transformuara, me buzëqeshje fëmijësh, me gra që rifitonin vetbesimin. Marrëdhënia mes Arianit dhe Marinës evoluoi ngadalë, pa nxitim, pa presion. Nuk ishte një kthim i menjëhershëm në romancën që kishin jetuar 6 vjet më parë. Ishin njerëz të ndryshëm tani, të formuar nga vuajtja, nga humbja, nga lufta. Por gradualisht e rizbuluan njëri tjetrin. Filluan duke darkuar bashk pasi vajzat flinin, duke biseduar për ditën, për sfidat e fondacionit, për fitoret dhe humbjet e vogla. Zbuluan se ende qeshnin me të njëjtat gjëra, se ende kuptoheshin me gjysmë vështrimi, se lidhja që kishin ndarë nuk ishte vdekur, vetëm ishte në gjumë duke pritur momentin e duhur për të lulëzuar përsëri. Një vit pas ritakimit në trotuarin me shi, Ariani dhe Marina po ecnin në parkun e liçenit me trenjaket. Ishte një pasdite e zakonshme e së dielës, me familje që bënin piknik, fëmijë që ngrinin balona, shitës ambulant që ofronin akullore dhe pambuk sheqeri. Vajzat vraponin përpara, Laura duke i thirrur babait dhe nënës të shikonin sa shpejt mund të vraponte, Sofia duke ndaluar për të vëzhguar zogjt, Besa duke u kthyer vazhdimisht për t'u siguruar se prindërit po i ndiqnin. Marina e kishte dorën të gërshetuar me të Arianit, një gest që ishte bërë i natyrshëm pas muajsh rindërtimi të ngadalt të besimit. Ajo e shikoi dhe pa jo më ekzekutivin e ftohtë dhe të largët që kishte njohur vite më parë, as burrin e thyer dhe të dëshpëruar që e kishte gjetur nën mushaman në shi. Pa dikë që kishte zgjedhur të ndryshonte, që kishte pasur guximin të çmontonte jetën e tij dhe ta rindërtonte nga e parabazuar në vlera të vërteta. Ariani, duke ndjerë vështrimin e saj, u kthye dhe buzëqeshi. Një buzëqeshje e lehtë, e sinqertë, e lirë nga pesha që kishte mbajtur për kaq shumë kohë. Trenjaket i thirrën të dy për të luajtur kukafshetas dhe ata vrapuan për t'u bashkuar me to, pa u shqetësuar për vështrimet kurioze të vizitorëve të tjerë të parkut. Vrapuan, qeshën, luajtën si një familje e zakonshme, si çdo familje që kishte gjetur rrugën e kthimit të njëri tjetri pasi gati ishte humbur plotësisht. Kur dielli filloi të perëndonte duke pikturuar qiellin e Tiranës me nuanca portokalli dhe roz, ata ecën bashkë drejt apartamentit të thjeshtë që Ariani kishte marrë me qira pranë strehimores. Shumë larg nga papafingot luksoze të jetës së mëparshme. Vajzat ishin të lodhura, Besa praktikisht flinte në supin e të atit, Sofia dhe Laura secila mbanin nga një dorë të nënës. Ishte një skenë e zakonshme, ordinere, e llojit që ndodhte në mijëra familje çdo ditë. Por për ata që kishin humbur 6 vjet, që kishin kaluar nëpër manipulime, braktisje, varfëri dhe gati kishin humbur gjithçka, ajo skenë e zakonshme ishte e jashtëzakonshme. Marina shikoi Arianin duke mbajtur Besën, kostumi i shtrenjtë i zëvendësuar me xhinse dhe bluzë të thjeshtë, këpucët italiane të ndëruara me atlete të rehatshme, dhe ndiu një valë dashurie që ishte përpjekur ta shtypte për kaq shumë kohë. Nuk ishte e njëjta dashuri naive e 6 viteve më parë. Ishte diçka më e thellë, e provuar nga zjarri, e farkëtuar në vuajtje, por pikërisht për këtë më e fortë. Ishte dashuria e dy njerëzve që kishin parë më të keqen e njëri tjetrit, të botës, të vetes, dhe prapse zgjidhnin të ishin bashkë. Natën, pasi vajzat fjetën, Ariani dhe Marina u ulën në divanin e vogël të sallonit, me një filxhan çaji të thjeshtë, dhe biseduan për të ardhmen. Folën për zgjerimin e fondacionit në rajone të tjera, për ndoshta një ditë zyrtarizimin e marrëdhënies së tyre jo me letër por me zgjedhje të ndërgjegjshme, për t'u mësuar vajzave se familja nuk përcaktohej nga parat apo statusi, por nga dashuria, prania dhe angazhimi. Folën për thyrjen e cikleve të dhimbjes që të dy kishin mbajtur dhe për ndërtimin e diçkaje të re, diçkaje më të mirë për brezin e ardhshëm. Ariani mendoi për të atin, ende gjallë por i largët, duke u përpjekur të përballej me trashëgimin që kishte lënë. Mendoi për vitet që kishte humbur duke qenë një person që nuk donte të ishte. Mendoi për të gjitha zgjedhjet e gabuara që e kishin çuar në atë pikë. Por gjithashtu mendoi për 3 vajzat që flinin në dhomën ngjitur, për gruan pranë tij që i kishte mbijetuar gjithçkaje dhe kishte dalë më e fortë, për fondacionin që po ndryshonte jetë çdo ditë. Mendoj se ndoshta e gjithë ajo dhimbje, e gjithë ajo vuajtje, kishte një qëllim. Jo sepse vuajtja ishte e nevojshme apo e drejtë, por sepse ata kishin zgjedhur ta shndërronin atë në diçka kuptimplot. Marina mbështeti kokën në supin e tij dhe Ariani e përqafoi, duke ndjerë peshën e viteve të kaluara, por edhe lehtësinë e së tashmes dhe shpresën e së ardhmes.
nuk ishin kthyer në atë që ishin më parë. Ishin njerëz të rinj, të rindërtuar nga hiri i asaj që kishin qenë. Dhe këto versione të reja të vetes, të formuara nga dhimbja por jo të përcaktuara prej saj, kishin një shans real për të ndërtuar diçka të qëndrueshme. Jashtë, qyteti i Tiranës vazhdonte ritmin e tij të furishëm, miliona histori ndodhnin njëkohësisht, çdo person mbante dhimbjet e veta, shpresat e veta. Por në atë apartament të thjeshtë, në atë familje të rindërtuar, kishte paqe. Jo paqen e mungesës së problemeve, sepse probleme do të ekzistonin gjithmonë. Por paqen e të diturit se, çfarëdo që të ndodhte, ata do ta përballonin bashkë. Paqen e të pasurit zgjedhur dashurinë mbi krenarin, të vërtetën mbi leverdin, familjen mbi perandorin. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Arianit dhe Marinës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim rindërtimi, dashurie që i mbijeton manipulimit dhe kohës, klikoni butonin pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju bëri më shumë përshtypje në këtë histori. Ishte guximi i Arianit për t'u përballur me të atin? Forca e Marinës për të mbijetuar vetëm me 3 vajza? Apo dashuria që i rezistoi 6 viteve ndarje? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që tregojnë se gjithmonë është e mundur të rifillosh, sado i humbur të ndihesh. Ju presim në episodin e ardhshëm.